Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Prishtinë, në Kosovë, do të flasim për situatën politike dhe të sigurisë me profesorin, analistin, juristin, autorin e disa librave, zotin Blerin Burjani. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Profesor, çfarë po ndodh në Kosovë në këto kohë trazirash dhe turbullirash me konflikte sa në Rusi-Ukrainë, por dhe në lindjen e mesme së fundit, ndërkohë që pjesë tjera janë batra ente të nxehta dhe mund të shpërthejnë, ndërkohë që Kosovë kanë kaluar mbi 30 seanca edhe ende nuk kemi kryetarin e kuventit dhe normalisht as qeveri nuk e kemi. Kto do shkojnë 40, 50, ju shikoni një dritë në fund të tunelit, aq më tepër tani ndoshta pas atij mesazhit të Trumpit që e përmendi Kosovën, pra mund të lëviz diçka. Unë mendoj që është koha a fundit që të ketë një lëvizje përpara, do të thotë ose duhet të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme ose do të kemi një marrëveshje konsensuale në meseve vendosës dhe me njërin nga partitë në politikën në Kosovë opozitare për të pasur institucione valide apo kredibilite vlefshme të lishme për të vepruar dhe folur në emër të Kosovës. Vetëm që Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë partner as SHVA, as Perëndimi, pra as organizatat, as shtetet ndërkombëtare nuk kanë ndonjë partner për momentin valid për të cilën me të cilën mund të flasin apo dialogojnë në Kosovë, apo bashkëbisedojnë apo koordinohen për shkak të mungesës së institucioneve të vendit. Pra nuk kemi për momentin institucione, përveç që presidentes së shtetit e cila ka validitetin e plotë dhe plot fuqishëm për të vepruar në emër të institucioneve të vendit. Sa i përket dritës në fund të tunelit, mendoj që presidenta tashmë ka bërë, mendoj që duhet ketë, domethënë një zgjidhje patjetër. Presidenta ka bërë një hap javën e kaluar dhe ka dërguar një draft në gjykatën kushtetuese për qendrim apo mendim rreth kësaj çka po ndodhe me gjetë një zgjidhje së bashku me subjektet politike. Mendoj që është koha e fundit që të ndalet këto konferenca përkatësisht seancat monotonike, të cilat nuk sjellin kurrë rezultat, janë shterp dhe të mbështetroj më shumë domethënë serioziteti i partive politike në Kosovë, mbi gjitha dhe sinqeriteti ndaj elektoratit të shtetit të Kosovës, të cilët kanë votuar me nënshkurt dhe po presin me padurim që të kenë institucionet e vendit të cilat do të funksionojnë në mënyrë valide dhe do të zgjidhin problemet e grumbulluara, se tash na kemi edhe disa protesta në Kosovë, sa do ketë komunitetit të biznesit, ata po janë të angazhuar që të kenë një qendrim sa përket rrymës apo energjisë elektrike, pra po të ketë një favor për ta për shkak se shkuarja në tregun e lirë të biznesave në Kosovë për gjithë vetë rrymën është një problematikë shumë e madhe për ta dhe është kosto shumë e lartë. Sa përket asaj që përmendet jo, po bota është të shku domethënë drejt konflikteve të shumta, gjitha ato kriza dhe konflikte që dikur në vitet e tëra janë qenë prezente në botë, që unë jam marrë me kriza mjaft shumë, kam botuar 3 libra për krizat ndërkombëtare, tash po vinë se cila krizë të udhëheqë që shtojnë të bë aktive, disa bëhen aktive, disa pas një aktiviteti apo pas një situate aktive shukën, pa janë kriza ciklike që vendosin që shtetet vendosin të hyjnë apo mos të hyjnë në konflikte të cilat kryesisht janë rajonale ndërkombëtare dhe natyrisht atakojnë në sigurinë botërore. Por tashti sikurse u bën domethënë një farë metodologjie këtyre krizave të shpërthejnë kohë pas kohe, një vend shpërthejnë, një vend dalen, pastaj vjen një krizë tjetër, pra bota nuk i ka punë të mirë dhe nuk është organizuar ashtu siç duhet, që ka qenë më herët më efikase. Pra Kombët e Bashkuara janë vetëm atë për një organizatë morale të cilat vetëm dëgjojnë çka po thonë shtetet, përkatësisht shtetet të cilat kanë qendrimet e tyre çofshin ato në konflikt ose që nuk janë në konflikt fare, pa japin qendrimet e tyre çka ma tutje mirë, por nuk ka një validitet të fuqishëm që OKB-a të angazhohet dhe reprezentoj. Tash kemi një farë copësimi, me thonë kushtimisht, ne lindje veprojnë SHBA-ti me Izraelin, në Bashkimin Evropian ka pak a shumë dallime, a duhet të mbajtur këton apo ato, megjithatë gjithë e mbajnë anën e Izraelit për shkak të shumë arsyeve që e dini edhe ju, për shkak se Izraeli vazhdimisht është një shtet i cili kërcënohet nga bota arabe, përderisa Perëndimi tash po mendon që duhet një fluk apo duhet të nisë edhe një temë tjetër që është që për ndoshta po thon përfundimisht Irani të dorëzojë programin ndërkombëtar, të jetë mbishyrë 100% nga shtetet perëndimore dhe OKB-a, mësisht nga Bashkimi Evropian, të ketë një mbishyrje të madhe pra shumë institucionale, atyre perëndimore dhe natyrisht me bashkëbisedim, me bashkëveprim edhe me Rusinë, nëse ata veç janë të interesuar si Rus
që Rusi, domethënë, më angazhu sa për këtë Iranit, po foli gjithnjë atëherë do të shohim se a do të ketë domethënë përfundimisht a do t'i vjen fundi domethënë programeve bërthamore të Iranit ajo. Pra tashti kemi hyrë në një krizë jashtëzakonisht të ashpër, një konflikt që nuk ka ndodhur me kohëgjatje të gjatë të ndodhur midis Iranit dhe Izraelit, dhe tash kemi domosdoshmë shpërfaqje të një situate kryesisht të re. Unë ende nuk jam shumë i sigurt që kjo mund të shkojë deri në fund dhe perëndimi deri në fund nëse kërkon të shkojë deri në fund kjo luftë, kjo i vjen që Irani duhet patjetër dikur të dorëzohet dhe të dorëzojë programet bërthamore, pra të mos merret me programe bërthamore, dhe të evitohet domethënë në konflikti i mundshëm në lindje. Mirë po, perëndimi siç e dini do të tenton me çdo kush me pas të thotë një demokratizim të lindjes. Deri tash nuk ka ndodhur pranverë arabe të shtoj, pra s'ka ende atë që ka kërkuar moti perëndimi. Nuk ka mujt me mri deri me tash, të shpresojmë që kësaj herë do të thotë edhe Irani do të kuptojë më drejt këto dhe të mos shkojë në luftë më të gjatë dhe më të gjerë në lindje dhe të kënaqet me çdo çka është deri këtu, pra me këtë luftë pra të ndalet përfundimisht vet ose të kemi një marrëveshje pasore e cila duhet patjetër me pru domethënë vullnetin dhe qëndrimin që duhet me heq dorë nga armatimi bërthamor i Iranit dhe nga programet bërthamore. Përndryshe tashti si duket është kohë ideale për shkak se Trump nuk ka qasë domethënë po luni parole, herë thot nuk ka luftë, herë kërkon marrëveshje, po ende shefet po pasojnë në të vërtetë Amerika e dëshiron për momentin që kjo luftë të shkojë deri në fund dhe programi bërthamor i Iranit të shkatërrohet, apo të ndrohet së bashku edhe të shkatërrohet programi bërthamor edhe të ndrohet qeverisja në Iran. Pra janë dy situata për cilat sot përflitet dhe flitet në bashkinë ndërkombëtare. Pra shohim se çfarë do të ndodhë. Përndryshe të ne në Kosovë po merremi vetëm me ato sa do të kemi institucione valide që kanë dalë nga zgjedhjet e nënshkurtë, apo do të kemi fare domethënë institucione dhe do të shkojnë prapë në zgjedhje. Pra është një farë heshtje, një farë hutije, një farë konfuziteti në Kosovë. Këtu e shikojnë domethënë konfliktet në përbot qytetarët, marrin informacione mirë, po kur që nuk dihet brenda vendit çka do të ndodhë brenda neve këtu në Kosovë. Po foli gjithnjë në kuptimin e institucionit për shkak se siguria rajonale është ende në nivel të duhur, për shembull se NATO është në Kosovë, dhe ajo nuk lejon kërfa krizë dhe konflikte të ndodh midis Serbisë dhe Kosovës, kjo është e dishme, pra ky konflikt është i ngrirë, është jo aktiv, pra është konflikt pasiv, dhe natyrisht priten situata dhe kohë më të mira për me gjetë një zgjidhje. Profesor, në gjithë analizë ju bët, lejoni t'ju pyes edhe për diçka për situatën në raport me ndërkombëtarët. Në Kosovë, ambasadori Hill, përpara postimit të Trumpit, deklaroi që Kosova dhe Serbia duhet i zgjidhin vetë punët e tyre tani. Ndërkohë që Gjermania, në mos gaboj, e mbylli zyrën për të dërguar në posaçën për Ballkanin, Sarazin. Ju lutem, më thoni ju edhe për rolin e Britanisë, pra jo vetëm SBA-ja, por edhe Gjermania, Britania këtu nuk po e fus Francën. A ka një tërheqje nga të butë, mund ta themi, nga Kosova, pra nuk e kanë më mendjen aty? Po të filloj prej pare, se zoti Hill dhe shumë mirë ka thonë se SBA-t janë për momentin të angazhuar në lindje dhe në probleme shumë të mëdha konflikte ndërkombëtare. Dhe tentativa SBA është për të marrë në kontroll, domethënë sigurinë botërore, për të marrë në kontroll edhe gjendjen aktuale dhe mosndryshimin e rendit botëror. Dhe natyrisht që Hill ka thonë një fjalë që unë plotësisht e kuptoj drejt dhe ky qendrim definitivisht i SBA-ve që domon deri me tash ka tentuar disa herë, mos thonë gjatë krejt sundimit të Bidenit ose gjatë krejt presidencës së Bidenit ka pas tentativë që SBA-t me ndërhyrje me gjetë një zgjidhje sa për këtë normalizimit me marrëdhënie me Serbinë, mirë po nuk ka arritur kjo me një ndihmë që u premtoi ke vazhdimisht që do të ketë një ndihmë dhe ata ja ofrojnë ndihmën edhe propozicionet për Serbinë. Tash Hill e tha shumë qartë që nuk është më Amerika interesuar për momentin, po mendoj unë që ashtu. Nuk është fare interesuar për momentin që të marret me këtë normalizim të merret, pasi që ka konflikte dhe probleme më të mëdha. E sa për këtë Britania e madhe është gjithmonë në anën e Kosovës dhe është një akter aktiv në situatën e Kosovës se çka ndodhet përgjithsisht në Ballkan, po sidomos edhe në Kosovë është ka rolin aktiv. Pastaj roli Britanisë
Tashti më pothuajse është një rol në Bashkimin Evropian i ndarë i BE-s, edhe pse ka shumë pika që e bashkojnë me BE-n sa përket politikës dhe sigurisë evropiane. Prapë Britania e Madhe për momentin është domethënë në pritje të formulimit të politikës së saj edhe ndaj lindjes, edhe ndaj temave të tjera që po ndodhin në përbot, po pesh edhe nga fjalori që flas nuk jam shumë i bindur që të që do të merren me neve. Madje kam dëgjuar do thotë se 2 ambasadorë në Kosovë kanë thënë që duhet të rikthehet tema e asociacionit e komunave serbe, gjë që kanë thënë se ajo është një asociacion monoetnik dhe komunat nuk mund të jenë domethënë monoetnike, sepse komunat përbohen nga gjithë qytetarë që jetojnë aty, shqiptar, serb, nacionalitete tjera apo komunitete tjera. Pra nuk kemi ato janë veprime edhe po të ndodhë një asociacion i tillë etnik është antikushtetues. Në Kosovë janë ngritë zëra që mund të ketë edhe komuna tjera, si për shembull Bosnjakët, edhe ata kanë vendosur një kusht që duhet të ketë për të ndihmuar kurtin, do thotë për të bërë institucione kanë kurzuar që duhet të ketë një komunë, domethënë Bosnjakë në Kosovë, pra nuk mundna me toleru këto që shteti unitar i Kosovës morë të shkapërder, domethënë të mos pas unitet si shtet unitar, po duke u konfederalizu apo federalizu përmes institucioneve të shumta që përmenden asociacioneve. Pra një model të asociacionit mund të diskutohet në Kosovë, por në asnjë variant një model i cili prish shtetin unitar të Kosovës dhe vepron me kundërshtim dhe me agresivitet ndaj kushtetutës së shtetit të vendit dhe në Republikës së Kosovës. Pra sa përket kësajna që u përmend më tutje, unë mendoj që Bashkimi Evropian për momentin ka dhe problemet e veta, për shembull, është shumë e brengosur në politikën ndërkombëtare çfarë po ndodh. E dini edhe ju shumë mirë që shumë është e brengosur për shkak se nuk ekziston një partneritet i fuqishëm ndaj qartë i perëndimorëve apo aleancës perëndimore, Monsheba, Bashkimi Evropian, Kanada, Zelanda e kështu me radhë. Ka ardha Trumpit në pushtet, pothuajse disa shtete në lindje dhe ku kanë mujtë për dojnë me shfrytzu për me bërë diçka jo mirë, domethënë, për shkak se paqartësisë që ka në politikën e jashtme. Në kohën e Bidenit, ju dini shumë mirë, Amerika ishte plotësisht e qartë, ishte vendosur plotësisht në anën e Izraelit, por derisa Trump lunë rroja të ndryshme, ka luajtur edhe me Gazën, edhe me këtë temën e Iranit, pastaj Trump do të bisedoj me Putinin rreth temës së Iranit për të gjetur një marrëveshje për të ndalë luftën, në anën tjetër Rusia është luftë vetë me Ukrainën, domethënë është një politikë e copëzuar për momentin e shebave, domethënë tashti çka është siguri nacionale e shebave, sipas Trumpit Amerika e para i bën që duhet me kshyrë veç veten, po nuk ka nevojë më marrë me tjerë, po që është mund të jetë dëm i madh edhe për politikën dhe interesat ekonomike që janë të gjërat e Amerikës në përbot. Zoti Burjani, po për sa i përket postimit të tij kur tha që do rikthehen për të marrë me Kosovën. Ju çfarë mendoni që mund ndodh, si mund të merret? Mund të kthehet pakti i shkëmbimit pra projekti, ideja e shkëmbimit të territoreve? Pra si mund të merret? Po tash unë kam dëgjuar domethënë Trumpin në mënyrë jo të qartë për në Kosovën dhe bën krahasime që s'kan kur që të bëjnë njëna me tjetër, për shembull problemet e krizave ndërkombëtare që është Pakistani, India, ku kanë problem Kashmirin dhe 2 shtete pretendojnë që Kashmiri domethënë është i tyre, pra ka probleme të tjera që nuk kanë përfaqësueshmëri me Kosovën dhe Serbinë. Na kemi vetëm domethënë probleme midis 2 shteteve, Kosovës dhe Serbisë, ndërsa s'ka shtete trete që është brenda. Unë mendoj që Trump vetëm e ka përmend shkaras i Kosovën, se jo që ka në par interesi për të hyrë sërish për të hyrë në këtë lojë dhe për të gjetur një farë zgjidhje, sepse e dini shumë mirë Kosova e ka më zgjidhje me sipas dokumenteve ndërkombëtare të Brukselit, por dihet është një marrëveshje të cilën palët thuhet e kanë pranuar në anën tjetër, asnjëna s'kan anësuar kurrë. Zoti Kurti vazhdimisht i ndra fjalë, Vučići s'është interesuar fare. Po domethënë për atë marrëveshjen e Brukselit, as po ndonjë aneks tjetër më vonë që. Dihet se po në ndërpres. A mund të rast të 2 palët Kurtin dhe Vučićin në shtëpinë e bardhë apo? Herë nuk besoj që ka kjo temë do del në randitës në shebat kërkon heq. Ne jemi larg kësaj pune. Në momentin Amerika ka probleme të mëdha domethënë me lindjen, përkatësisht është interesuar shumë të merret me paqen ndërkombëtare.
edhe me interesat e veta ekonomike. Ju dini 2 segmente Trumpi ka sjell këto gjatë këtij mandati që ka marrë nga janari, ka 2 situata. Parën e ka zhvillimin ekonomik të hapshëm amerikan dhe vendosjen e tarifave tregtare ose shpallje luftës tregtare të gjitha vendeve të botës, dhe në anën tjetër luftat që u nxitën në lindje, domethënë Amerika nuk u pozicionua ende drejt këtu. Pra unë po shpresoj që Amerika mos jetë neutrale në gjitha këto probleme, po të jetë më aktive, të ketë rol më aktiv. Unë nuk kam dëshirë që të ketë një luftë më të madhe. Po megjithatë që bëhet interesat e veta ushtarake në përbot ku janë, në qirin përsik dhe me tutje do t'i ruajnë, domethënë ato do të janë të gatshme të intervenojnë dhe ndërhyjnë kundrejt Iranit dhe kundrejt kujt të shoh në lindje nëse rrezikon interesat ato geopolitike dhe geostrategjike të shebave në lindje apo kudo tjetër që është, sepse Amerika është mjaft e pozicionuar mirë ushtarakisht gati në të gjitha dimensionet gjeografike të lindjes dhe natyrisht është edhe aktive sa përket shikimit të çështjes së Tajvanit dhe problemeve që Kina mund të nxjerrë. Pra, Amerika është në të lashe të mbllona, po mendojnë që ata duhet më marrë me neve dhe Trump ka thonë që do të merret me neve. Kjo është një farë spekulimi që bëhet sepse Trump vetëm ka përmend shkarazi, ndërsa Hillary veç e ka vulosur atë temë. Ka thonë Christopher Hill shumë ishte i qartë, domethënë po në Amerika më për ka se shebat nuk do të ndërhyjnë në raportet Kosovë-Serbi dhe do t'i zgjidhin vetë problemet. Ata po tregojnë ty që janë fort interesuar më marrë me ty, ndërsa këtu ka spekulacione të shumta që bëhen dhe do farë firma që dalin këto, flasin pa lidhje, domethënë ka një farë vetë sa me bë diçka, sa me thonë diçka, sa me bë më interesant për ndryshe, unë kisha pas dëshirë që shebate të ndërhyjnë në këtë çështje dhe të ketë një dimension. Po nuk besoj që shebat do të merren tash me Kosovën, se a do të jetë Kosova, a mund të ndohet, as do të ndohet, as çka do të bëhet me Kosovën, Kosova s'ka nevojë as mu do, as mu çdo, se Kosova është e pavarur, është unike, Bashkimi Evropian nuk le kur pa ndarje, kur pa zgjidhje përmes ndarjes, po këto janë prova të cilat fliten. Megjithatë, unë e shoh domethënë, pasi që të përfundojnë këto problemet e mëdha me Iranin, Ukrainën, atëherë mund të vijë Kosova në shprehje dhe unë mendoj që do të ketë përcaktim të kufive, pra shebat do të angazhohen për përcaktim të kufive, por jo për shkëmbime territoriale, pra do të vendosen se ku janë kufit dhe hapi i dytë është njohja, pra do të merren me dy çështje, në përkufizimin teknik dhe gjeografik midis Serbisë dhe Kosovës, midis dy vendeve dhe do të merren natyrisht edhe me situatat domethënë situatën e tretë edhe me drejtat civile, ndoshta edhe politike serbe, po jo në atë variantën që shpomendojnë këta, domethënë që të krijohen mekanizma paralel në Kosovë, dhe të krijohet një shtet i Republikës Srpske në Kosovë ose diçka ngjashme, pra kjo nuk do të lejohet në asnjë variant. Jo të që Kosova është shtet i vogël, me metra katror, s'ka gjë kilometra katror, pra nuk ka çka do njëri, ka çka fiton, as çka hub pikë vendi, po vendi i vogël gjeografik. Prandaj duhet me rujtë që të çështosh. E di që edhe BE-ja ka të njëjtin qëndrim, natyrisht edhe shebate kanë të njëjtin qëndrim, pra nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë domethënë bashkim me asnjë vend, që ka thonë domethënë Atisari shumë bukur, dhe Kosova do të jetë një shtet neutral i pavarur në Ballkan dhe i lirë, që të ketë komunikim me të gjithë vendet e rajonit, domethënë me të gjithë ato shtete të cilat po kufizohen. Ju dini që na shqiptarët në Ballkan edhe Shqipëria dhe Kosova janë dy shtetet e pavarura, por na jemi me një traditë, jemi vëllezër, jemi me një çak, me gjithë si komb jemi një, mirë po jemi bërë me dy shtete për vitit 2008, prandaj duhet ta respektojmë njëri tjetrin dhe duhet me punu njëri për tjetrin sa më shumë dhe me qenë të lidhur sa më shumë me Shqipërinë, për të mundur domethënë me na ndihmu Shqipëria dhe na me ndihmu domethënë Shqipërinë si shtetin cilën mendojmë që sa kanë drejt shqiptarët e Shqipërisë dhe na shqiptarët e Kosovës kanë drejt në Shqipëri dhe na sjellë sa kanë drejt në Kosovë edhe shqiptarët edhe Shqipëria kanë të drejt në Kosovë. Dhe Brian, kam një pyetje të fundit, ju lutem, duke qenë se ju jeni njohës i mirë çështjeve jo vetëm politikës së sigurisë në rajon, Ballkan, por edhe me gjërë, aq më tepër që preket edhe konfliktin në lindjen e mesme. Duke qenë se në Tiranë kemi antarët e Mekut, ne ju si shikoni, jemi të rrezikuar nga ky konflikt në mënyrë direkte apo indirekte?
Se nuk e besoj pse ju dini që Tirana është lakuar shumë nga një pjesë të analizëve që mund na lëshojnë në një raketë andej, ata të mua. Ja, unë nuk besoj diçka të tillë, për shembull nuk jam as i prirë të mendoj që diçka mund të ndodhë Shqipërisë, ju e dini që Shqipëria është shtet antar i NATO-s dhe Irani e din këtë punë, dhe gjitha shtetet edhe që janë në këtë blokin që quajnë BRICS apo jashtë bllokut të perëndimor, edhe ata dinë që po të ketë punë me Shqipërinë, dikur do të ketë punë me NATO-n, dhe unë besoj që reagimi do të jetë shumë i ashpër, në rast se veç ka diçka të tillë mund të ngjan. Irani ka probleme të mëdha, apo mundet me shpëtu vetë. Problemi është që Irani ka probleme aq shumë të theksuara kësaj herë, se nëse nuk e shpëton përmes një marrëveshje vetën. Pra nëse nuk e shpëton përmes një marrëveshje vetën, Irani rrezikon të ndrohet edhe regjimi dhe të ndrojë krejtësisht struktura politike dhe udhëheqëse në Iran në këtë variant, sepse ju dini perëndimi nuk është interesuar që ta pushtojë ushtarakisht atë vend, sepse është vend me një demografi të madhe, gati 100 milion banor, me një hapësirë gjeografike as të madhe, sa që kërkush nuk merret me këtë formë, domthonë si me Afganistanin e si Irakun, po ideja është domthonë programet bërthamore mu marrë vesh për programet bërthamore mja heq ato si programe, mu pajtu Irani, mu demokratizu, edhe pse lufta perëndimit do të vazhdojë për demokratizimin e lindjes. Kjo s'është kur gjë, ka me vazhdu shumë kjo punë derisa lindja të bëhet demokratike dhe të ketë pushtet demokratik, ju dini çka po them, ku me votën e lirë populli do të vendosë për fatin e vet. Pra amerikanët, bota perëndimore, Bashkimi Evropian, gjithë e kanë këtë synim në lindje. Ata dëshirojnë me po një lindje tjetër dhe natyrisht mos më rreziku mo Izraeli. Dhe mos me qenë teme lindjes Izraeli, por me qenë zhvillimi ekonomik i gjithë rajonit atje, i krejt lindjes. Pra, me fjalë të tjera me hi ekonomia tregu, po mos më marrë me këtë temë. Unë nuk besoj që Shqipëria mund të jetë rrezikuar nga cila do të qoftë tonë për momentin, edhe pse po tham ka spekulime të kësaj natyre që flitet, ja mundet kjo me ndodhja, s'mundet kjo, jo mos po bëhet diçka po na pret që është më nënzon të befasishëm neve, pra nuk ka që ashtu që mundet me nëzot befasun dhe më tonë edhe Shqipërinë, asnjë nga këto varianta, sepse për momentin Edi Rama, si kryeministri i shtetit, domthon ka raporte jashtëzakonisht të lidhura ngushtë me NATO-n dhe me faktorë ndërkombëtar relevant perëndimor, saqë gjithçka çka bëhet, Roma është një prej aktorëve gati kryesor në Ballkan për gjitha këto tema që ndodhin edhe në lindje dhe në perëndim me fjalë të tjera. Pra nuk besoj që do të ketë ndonjë farë befasie, por normal na duhet me këshir punët tona, me punu. Roma po punon për mrekulli për Shqipërinë. Na kemi pas dëshirë ta kemi edhe na në Edi Ram, i cili do të na shtynte përpara në Bashkimin Evropian pa ndonjë telashe dhe probleme, domethënë jemi me pa lider, domethënë jemi me popull pa lider, nuk ka kujt na i besojmë, ne ja besojmë dikujt na pushtetin dhe më thonë që ky mund të na dërgoj në integrimin evropian si duhet, apo më na çu drejt paqes dhe drejt zhvillimit ekonomik ashtu si duhet. Domethënë për momentin jemi në krizë për leadership në Kosovë, prandaj neve po na pret nuk o dosh kjo menaxhet kjo temë. Hiç nuk e dosh me na nxon kështu që na kanë nxon kësaj herë, domethënë në mos e kanë të sot në këndelu institucione, po shpresojmë që do të bëhet të mirë dhe do të këndelim edhe ne në Kosovë. Të falenderoj shumë profesor për bisedën dhe të jam shumë mirënjohës për kohën. Faleminderit.